provoni, më gjeni një gazetar që mua më ka dhënë pyetja apo më ka treguar temën. Ty të imponohet në vetvete dëshira dhe tendimi që thush gjëra të mençura që mos bësh ndonjë gabim. Siç unë i vrej me njëherë që aktrojnë, i vrej me njëherë bile edhe që e kanë tekstin shkruar përpara. Shpesh edhe duke qenë vetvetja jemi të rrejshëm. Gjithmonë kur kam kështu biseda me gazetar, kam vetëm një kusht. Nuk dua t'i di pyetjet, edhe temën për çfarë bisedohet. Pse? Po të ishin kështu gjë, do isha shumë e lumtur. Ama ju mund këtë edhe ta provoni, më gjeni një gazetar që mua më ka dhënë pyetja apo më ka treguar temën që do bisedojmë. Pse? Se unë në jetë e kuptova një gjë që është shumë e natyrshme. Kur ti e din pyetjet edhe kur e din temën, ty të imponohet në vetvete dëshira dhe tendimi që thush gjëra të mençura që mos bësh ndonjë gabim. A kështu kur se din, ti e thua mendimin e parë edhe me do e mos duhet t'jesh i sinqert. Ti nuk mund ta aktrosh, nuk e di se di as natyrën e emisionit tënd. Edhe kështu që njeriu, shini, urtësia, oratoria nuk vjen me porosi. Nuk vjen me atë që unë do të them që si që tashti do t'jem shumë më i mençur se që jam. Ti je ai që je. Edhe nëse pranon të jesh ai që je, edhe nëse pranon të kënaqesh me atë që ke dhe atë që je, ti ke mundësi të arrish edhe gjërat që i tenton dhe që i dëshiron çdo njeri. E vren publiku kur nuk je ai që je, kur nuk je vetja? Unë mendoj se e vren atë që thonë. I vren njerëz që nuk janë veten e tyre? Si që unë i vrej me njëherë që aktrojnë, i vrej me njëherë bile edhe që e kanë tekstin shkruar përpara, i vrej me njëherë edhe kur shihet se biseda është gjitha e mirë, hajde të them, e drejtuar mirë, e paramenduar mirë, që mos ketë asnjë gabim. Edhe, okej, kush si don, unë kështu tërë jetën e kam quar edhe nëse me diçka mund të mburrem, pasi e përmende këtë element, unë mburrem me atë që kam qenë i natyrshëm, më pengon pak ajo shpreha kam qenë vetvetja. Çdo njeri është vetvetja, mirë po ne shpesher edhe duke qenë vetvetja jemi të rrejshëm. Se thua? Shini, se ne pak edhe duhet jemi. Ne normalisht njeriu kur e bën këtë bisedë don të le përshtypje të mirë, jo të keqe. Do me thënë, ne edhe shtiremi, mirë por mos t'jesh të në kohën i shtirur. T'jesh pak edhe i natyrshëm, t'jesh ai që je, mos frigohesh nga vetvetja kjo është, sepse ne shpesher duhem të dukemi ashtu si që të dëshironim të na shihnin, jo ata tillë si që jemi. Po s'mund t'ju pëlqejmë gjithva? Mirë po, as ka nevojë t'ju pëlqejmë, edhe se ne shpeshtë në rasteve as i pëlqejmë as vetvetes, se shumë të ka që nuk na pëlqen edhe të vetvetja. Mirë po, ne mjafton ajo që t'jemi të kënaqur me vetvetë. Do flasim edhe shumë tema tjera për ndryshën një ambient shumë i bukur, me gjas këtu, kafen e mëngjesit e shihen Unë jo vetëm atë, po unë këtu jam rritur.